Pozita e kryetarit të kuvendit është refuzuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Është konsideruar ceremoniale. Unë besoj që është dashur që ta marrin atë pozitë. E ndjeka edhe mbrëm qëndrimin e deklaratën publike të mikut tim, kryetarit të LDK-s, Lumir Abdigjiku, i cili tha që LDK-ja do të qëndrojë në opozitë. Unë besoj që LDK-ja është dashur të vinë bashkëqeverisje. Ta kemi një marrëveshje politike, nuk është të thënë të jetë identike me rezultatin e zgjedhjeve, 53-18, po edhe deformimi i rezultatit nuk mund të jetë. Pra, me 18 deputet, ta marrësh kryetarin e kuvendit, nuk është pak. Kur e pam që nuk janë të interesuar për kryetarin e kuvendit, oferta jonë qysh në pranverë është ripërsëritur tani. Me fjalë tjera, nëse vetë vendose do ta kishte kandidatin për president, e ju e dini që ishte Glau Kënjufca, atëherë Lidhja Demokratike e Kosovës ta marrë zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri. Ndërkaq, nëse kandidati për president është konsensual, ta marrë zëvendës kryeministrin dhe 3 ministri. Sepse vendosja po heq dorë për presidentit dhe ta kenë zëvendës kryeministrin dhe 3 ministri. A nëse është Glauku, zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri. Unë besoj që edhe oferta për krye parlamentar për LDK-n, edhe kjo për bashkëqeverisje ku kryetari i LDK-s, Lumir Abdigjiku, ta bëhet zëvendësimi në qeveri, nuk është pak. Kjo nuk është pak edhe nëse rezultati do të ishte më i ngushtë. Lere më që ishte 53-18.